emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndjeqit të ndëruar shikues, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të shkarkoj gjithë komisionerët komunal zgjedhor në pretekstin se pati abuzim votash në tretin e parë të komunave ku vëret një manipulim industrial i abuzimit të votave, i kalimit të votave nga një deputet e tjetër. Bëhet fjalë për të njëjtat parti. Brenda të njëjtës parti ka ndodhur kjo zallamahi, ky abuzim, nëse mund ta them, e ku pritet ketë të dyshuar për këtë abuzim nga institucion zbatueset e ligjit, çfarë është prokuroria, e cila po punon për të identifikuar gjithë ata komisioner që i nxorën Kosovën me këtë standard të dobët të organizimit të zgjedhjeve. Edhe ky rezultat i zgjedhjeve përfundoi me një fitore, nëse mund ta them, të madhe të vetëvendosjes, edhe më shumë se sa që fitoi me 14 shkurt të vitit 2021. Zoti Kurti la mbrapa me një fitore historike gjithë të tjerët, dhe kur shohim këtë trend stik të abuzimit të votës, po nga këto parti opozitare, duke tentuar që luftën ta reduktojnë vetëm në familjet e tyre të brendshme politike, kujt i marrin e kujt i vendosin me shumë vota, atëherë lind pyetja legjitime se është apo jo kjo opozit alternativa e një ballavaçimi serioz politik me partinë e Kurtit që fitoi mbi 50% të votave. Kam stuar njërin prej veprimtarëve të hershëm nga vitet e 80-ta. Gjithkohën ka qenë në opozitë, edhe në vitet e 80-ta kundër regjimit të kohës. Në vitet 90-ta po ashtu, në Unikamp duke qenë antar, duke qenë mbështetës e bashkërrugtues bashkë me zotin Kurtin lëvizjen vetëvendosje. Sot sërish është opozit profesori, veterani i arsimit, Avdi Gjata. Faleminderit, zoti Gjata. Faleminderit edhe mirë se vigjej. Jemi nderuar që ju kemi këtë studio. Ju falenderoj që her pas herë na krijoni mundësinë ta thoj mendimin tonë, sepse ne do që jemi një veprimtar të vjetër të çështjes kombëtare, që quajmë një farformë dhe politike. Ne nuk jemi politikan, as nuk jemi diplomat, jemi qytetar, idealista, të cilët jemi kurreshtar dhe kemi qenë vazhdimisht, kemi sakrifiku për me mujt me u integru edhe me bu ndryshimet e gjendjes dhe pozitës shqiptare prej vitit 1981, por na nuk jemi të parët, edhe para neve janë një numër i madh i njerëzve dhe grupe që kanë vepruar pa ndërprej. Prandaj e kam pas një farë fati ose një farë mundësie që edhe në të integrohem pak, edhe të bëhem si një farë qytetari apo si një farë profesori i cili është marrë në çështjen kombëtare, çështjen adhetare, por rregullisht duke punuar dhe vepruar, po sa herë ka ardhur puna për me dalë në skenë edhe me marrë pushtetin, aty na kanë lind konfliktet edhe mosmarrveshjet, edhe jem tërhiq nga veprimtaria dhe marrja e pozicionit, sepse e kam ditë që prej atëherë edhe deri sot, qeveria, çdo qeveri në Kosovë, ma tepër është shërptore e planit ahtesarit, e forca ndërkombëtare, sepse problemi i Kosovës, suksesin më të madh ka që ka dalë nga vetvetja dhe ka dalë në fuqinë e shteteve që merren për zgjidhjen e problemit të Kosovës, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Evropës. Zoti Gjata, me 28 dhjetor mbajtën zgjedhjet e jashtëzakonshme. Partia zotit Kurti fitoi mbi 50% të votave. Tani, këto ditë shohim një shqetësim të madh për këtë përdorim të votës që ka ndodhur për brenda partive politike. Ajo garë e ndytën, se mund ta them, midis kandidatëve për t'i dhënë dikujt vota, për t'i marrë dikujt vota nga ana e komisionerëve. Kështu janë dyshimet. Dhe duke marrë parasysh që kem këtë rezultat për zotin Kurti të madh, dhe rezultatin tjetër të kësaj opozite, që ishte për 5 vite gati e pasivizuar në kuvend, sipas kritikëve.
që flet ky rezultat për zotin Kurti dhe që flet kjo situatë ku akuzat po bien mbi opozitin, mbi PDK-n, mbi LDK-n, mbi tjerat e kështu me radhë. A keni shpjegim? Po kërëm që bëshysh s'kem. Kem se i li të gjitha i di. Ke bashkëlltuar me ta, një gjithë? Bashkëlltuar me ta, kom bashkëlltuar me Albin Kurtin, që e kemi kryu edhe vetë vendosin si shoqat, vetë vendosin në odën e Ragip Megjonit. Kemi qenë do njerë që nuk kemi pajtu me ish partit politike dhe pushtetin. Kom qenë antari i Unikumbit, antari kryesis, që e kemi kryu aleancën parlamentarja Unikumbi, edhe LKQK-ja e kemi kryu partin aleancat Ramush Haradini, që e kemi zgjedh Ramush Haradini. Pastaj kom qenë kandidat në nivelin edhe të aleancës, edhe të LPK-s, kom qenë kandidat, edhe kam mujt me qenë kandidat, edhe në vendosje edhe kështu me radhë. Po, megjithatë, është shumë interesant se partit politike duhet ta dimi dhe duhet ta kemi shumë qartë se luftën më të madhe nuk e kanë në raport me partinë tjera si kundërshtare politike, po luftën më të madhe kanë luftën e brendshme për me opozicionu brendshme. Domethënë është fjala për partitë politike të cilat kanë kaluar pragun edhe kanë hyrë në pushtet. Këto vjedhje kështu që kanë ndodhur, këto nuk janë vjedhje vetëm kësaj radhe që kanë ndodhur. Jo. Këto vjedhje janë edhe shumë më herët. Mirë, po këto vjedhje më herët, për marrë shembull, në LDK, derisa ka qenë Isa Mustafa, ai faktikisht këto vjedhje dhe janë shkaktuar dhe kanë ndodhur, po janë mbuluar me fuqinë e liderit partijak. Se njëjta gjë ka ndodhur edhe në kodët PDK-s sa ishte lider Hashim Thaçi. Është shumë e vërtetë që votat ju kanë marrë një kandidati tjetër dhe ato ju kanë dhënë një kandidati i përshtatshëm për liderin e partisë politike. Kjo ka ndodhur edhe me aleancën për ardhmërinë e Kosovës në vitet, domethënë 2004-2005, kur kom qenë edhe kandidat për këtë çështje, për faktin e asaj që edhe votat e një pjesë e votat mirë të mëdha ju kanë dhënë edhe ju kanë qitë një personi që ka qenë më i afërt ose shërbëtor i liderit ose i Ramush Haradinit. Po e njëjta gjë ndodhet edhe te vetëvendosja, po te vetëvendosja tash momentalisht motor i gjithë lëvizjeve, edhe i fushkisë politike, edhe mendimin politike i ka Albin Kurti. Të tjerët kanë me vepru edhe në nuk kanë guximin ta shprehen mendimin e tyre, sepse edhe ato mrena për mrena, Albin Kurti përcakton edhe i vendos me votat e kandidatëve të tjerë, i bjen kandidatët të cilët atina i shkon përshtatje, edhe që ka simpatin politike ndaj në lideri partijak. Po tash kash më rëndësishme kjo në kësaj radhe, edhe pse ndodhen tash kështu. Enigmatik është problemi i votave në Mitrovic, me Specit e Arianit, të cilat është zhvilluar një luftë tepër e madhe, që çdo gjë ka hyrë në lëvizje për me grabit, për me mashtru qytetarin, për me ble votat, për me marrë dhe për me nxirr në pozitë, për shembull PDK-ja personin e vet, ose për ta nxirr për shembull vetëvendosja, sepse ai aty ka qenë si shembull kryesor, ai i cili humbi betejën, normal që do të humb edhe zgjedhjet të cilat pritishin më vonë ministrat edhe to. Po tash, mrena një javë dite, edhe pse pi lexoj gjërat edhe pi shoh gjërat, unë faktikisht nuk kam shumë mundësi me sharu edhe me ditë në ngjarjet, cilët janë fajtor kryesor edhe që është fajtor kryesor, por në çështje e di që partitë opozitare kësaj radhe nuk kanë qenë të interesuara me marrë pushtetin edhe me qeverisë Kosovë për një arsye shumë të saktë dhe shumë të thjeshtë. Cila është ai arsye? Për marrë shembull, PDK-ja, LDK-ja, po edhe te Ramushi është pak më ndryshe, sepse këto edhe kësaj radhe unë sipas mendimit tim kanë qenë të interesuar që pushtetin ta merr vetëvendosja, për një arsye shumë të rëndësishme, që tash besojmë në këtyre 4 viteve do të përfundohen problemi i çështjes dhe zgjidhjes problemit të Kosovës, i cili problem sipas mendimit tim nuk do të jetë ashtu qysh e dëshiron populli shqiptar, ashtu qysh jemi duke shpresuar, por normal
do t'i kem disa pengesa të shtetit Kosovës në raport me një autonomi të krahinës ose të asociacionit, të qojmë që ta qojmë, i cili do t'jetë edhe do të zhvillon një politikë pa varur nga qeveria e Kosovës. Prandaj, unë mund të them edhe një gjë shumë tepër të rëndësishme këtu është, edhe ajo se gabimet edhe lëshimet që janë bërë në politikën e mahershme nga partitë që ka qenë pushtet, për ta ardhjen vetë vendosjes në pushtet, edhe marrja e pushtetit, nuk është humbje e Kosovës sipas tyre. Është rehabilitim i partive politike të mahershme, sepse tash me politikën që është duke zhvilluar që 5 vite vetë vendosja, ka dëshmuar edhe për dëshman, edhe për çdo qytetar që e kupton pak s'paku politikën, e sheh që politikën që e ka zhvilluar vetë vendosja në kry me kryeministin Albin Kurtin, nuk është një politikë që ka arrit me dëshmuar se ata të ma pa, domethënë partitë ose opozita e sotme që kanë qenë pushtet, kanë qenë qeveri që kanë kriju pushtetin, po që s'kan ditë me bo politikën. Se të njëjtat gabime, presi ka ardhur Albin Kurti në pushtet, presi e ka kriju Albin Kurti qeverin me 51% votave, ka dëshmuar edhe ka treguar që në organizimin e shtetit, edhe në funksionimin e shtetit, në zbatimin e ligjeve dhe të kushtetutës Kosovës, kë nuk ka dalluar mos ta quajmë edhe ndoshta edhe ka dështuar edhe më shumë se sa që kanë dështuar partitë politike të mëparshme. Dhe lind pyetja dash. Albin Kurti, po unë rregullisht edhe për Hashim Thashin, unë rregullisht edhe për Isa Mustafën, vazhdimisht edhe sot pi them qytetarëve në këtë emision, se ju falenderoj që ma keni dhënë mundësinë, se Kosova dhe matutje qeveriset prej projektit të planit tahtisarit, të rezolutën 1244. Nuk ka mundësi, as unë nesër me orë, se unë këm fillu një organizim një parti politike. Do të tani, me vonë po. Edhe të bëj një ndryshim. Pra, me një fjallë, me nalë me shiku e partit, opozitën, ata janë shumë të knasht me fitoren që ka arrit Albin Kurti. Se? Jo vetëm tash, po edhe herën e parë. Dhe lind pyetja pse. Se ata realisht, për çdo ditë më shumë, po lirohen nga kompleksi i gabimeve, nga kompleksi i keqpërdorimeve dhe nga kompleksi i skelet rregulla të cilat të gjithë qytetarët e dinë. Pra, me një fjalë ata janë të thonë kështu, se vetë që 4 vjetë, vetë opozita është të treguar dhe s'ka bo fushat me çdo kush mi fitu votat. Opozita është, edhe ka qenë edhe të tjerë, shumë e knasht që partia në pushtet nuk është duke bashkëpunuar me te, por që s'po mund mi zgjidh problemet që nuk e ka zgjidh asnjë problem deri më sot. Opozita deri djeshme po thua është e kënaqur, teksa po e sheh Kurtin që nuk qeverisi mirë për këto 5 vite, pati afera korruptive, në pikpamje të marrëdhënieve ndërkombëtare, vendi ishte nën sanksione, edhe të BE-s, shumë e vërtetë. Opozita po kënaqet, po mjaftohet sipas jush që po e sheh zotin Kurtin se është edhe më keq se ato kur e qeverisin Kosovën? Jo, nuk po them që janë të kënaqur. Po? Por nuk janë të ja u prish rahatin. Do më thonë, para qytetarëve ata janë... Çfarë nuk kupton kjo? Që unë e bëtë kalendroj. Do më thonë, gabime që kemi bëni, jem gabime të cilat, na ka mungu përvoja, na ka mungu guximi, na ka dominuar si deputet, si qeveritar, lakmia, e të njëjtën gjë, sipas mendimit tim, është duke e përcjell edhe vetëmendosja. Dhe tash lind pyetja, çka po du me thonë? Po du me thonë se opozita ka pas një farë lloj frike, një farë lloj doze të frikës, që ardhe e këtina në pushtet, ky realisht do t'i realizon të gjitha ato që ai ka premtuar. Burgjet kanë mundur të në Kosovë, nga 12 katë, njerëzit kanë me shkunë. Burgje
njerëzit kanë më dënuar, njerëzit kanë më ndëshkuar, ligji ka më zbatuar, rregullat ka më zbatuar, të gjitha ato çka i ka thonë, ky tash është duke i përbirë një nga një, saqë edhe më në fund ka ardhur në kundërshtim me politikat edhe me qeveritë ndërkombëtare Shtetet e Bashkuara të Amerikës. PDK, LDK, AK dhe tjerët ju ja patën frikën kurtit kur vjen në pushtet se do Po normalisht edhe janë të kënaqur që ai nuk po ndërmerr operacion arrestimesh ndaj tyre thu. Po po si jo. Jam shtepër sepse ky mund nuk mundet me marr asnjë hap përmi dënuar ndëshkuada. Kur krejt ministrat e tina, gjysma e ministra janë të akuzuar edhe i kanë ato akuzat në gjykata dhe në prokurori. Domethënë, nuk mundesh ti me marr masa dhe me ndryshu politikën. Nga ajo që mas pari s'ke mujt me, se dhe si zoti me pastru keqpërdorim në mena partisë, si që është për shembull Mimoza Kusari është ministre dhe shefi i grupit parlamentar që ka akt akuzën e kanë gjykat. Pastaj është Gjelal Sheqja, pastaj është Pacolli, pastaj janë ata. Rosetta Hajdari edhe krejt për shembull, edhe ky që është kekut edhe keqpërdorime që janë Nagip Krasniqi e kështu me radhë. Pra me një fjalë, komoditeti ta shpequin kuptimin asaj. Komoditeti partive opozitare i ka kriju mundësi që të gjithë kandidatet e partive opozitare, PDK-s, LDK-s, LAK-s, mos më marrë shumë, edhe mos me po frikën nga pushteti ose nga qeveria Albin Kurthi i ka fituar votat, por për ta ka qenë individualisht çdo deputet, çdo kandidat me mujt sa më shumë me po vota vetëm me met pjesë e Parlamentit Kosovës. Kjo qëllimi tyre thu. Qëllimi shumicës e deputetëve, po çish mendohet ndryshe, s'ka shans me menduar ndryshe. Edhe një herë po shpjegoj para qytetarëve mirë. Sikur të isha unë për shembull kandidati i LDK-s ose PDK-s, në çdo dot, atëherë lufta e ime kryesore nuk ka qenë lufta për me kundërshtuar vetëvendosin edhe qeverinë që e kanë ditë që do t'i ketë votat më shumti, po është me rëndësi që unë mrena partisë teme ta ruaj edhe ma tutje pozitën teme si kandidat edhe antar i Parlamentit Kosovës për vitet e ardhshme. Qëllimi tyre thu nuk ishte rrëzimi i Kurtit. Po normalisht gjithë vitet, nuk ishte. Unë sipas mendimit por të vinë situatën për të thënë që edhe zoti Kurti edhe këta me qenë pjesë. Me se ne qeverisin këto vite, çka dalloi Kosova me zotin Kurti në pushtet? Do më thonë, e kështu me radhë, po. Njëjtën pozitë që është qeveria e Kosovës, njëjtën pozitë kemi qenë edhe na, s'kemi mujt më shumë me punu, qysh nuk po mundet me punu më shumë as Albin Kurti. Edhe lind pyetja, çka është të punu Albin Kurti sot? Si pozitë, se tash unë nuk kam, ose pa logjik me sa mu marrën me opozitën. Se në moment kur del në pozitë ti si më pjesë, po si pjesë e asaj që merr vendime dhe që vendos për çështjen e shtetit. Pozita ose koalicioni pozitar, domethënë i qeverisë krijohet, barra kryesore bjen e tyne. Po këta ti e ke pas dhe e ke vërejt që 4 vite, që 5 vite opozita asnjëherë s'ka hyrë në konflikt, nuk kanë pas dëshirë me debatuar, nuk kanë pas dëshirë me zbuluar keqpërdorimet, nuk kanë pas dëshirë me treguar për individu ose deputetët e vetëvendosis, pavarësisht që ka pas shumë çdo seancë më thonë fjala, po më thonë fjala ashtu që shtuan si burrat. Jo me shku si Kingja ose si Deli, po mi paraqit gjonët me binë qytetarin, hej, se që të ka keqpërdorim. U vjenën gjonët ushqimore, u vjedh sheqeri, u vjedh vaj, u vjedh milli, u keqpërdor. Si ngjanë këta, as me kundërvua dhe me kundërshtu ashtu që duhet, edhe që ka për obligim që një deputet ose një qytetar opozitar, po që edhe opozitar, po keqpërdor të rrymë elektrike, kemi hyrë në një krizë tepër të madhe, t'ja beshesh që se sulmon opozita, asnjëherë nuk e ngrit, nuk dalin me sqaruar dhe me shpjeguar asnjëherë çka po ndodh atje edhe pse i din, sepse i kanë njerëz të vet. Por ata janë të interesuar që Kosova për shkak, po them kuptimin. Ura ato 3-4 fishuan. Kosova po blen rrym prej Vuk Hamovic. Një tregtar mafioz i energjisë në rajon që ka lidhje me shefi i armatës serbe. Milošević, po. Unë s'po them që kjo nuk ka ndodhur më herët, por njerëzit nuk kanë pritur që kjo do ndodh në kohën e Kurtit.
Po nuk kanë prit edhe nuk kanë do. Po dëgjoj, aty që është Sepse vetë problem. Kurti kishte thënë sa ishte në opozitë. Po flasun e për veti. Po. Tash si politikan, ose si njeri që po du më organizu, se unë jam dhe kretari së qasë për gjerë që ka sërëvetim kufit e orbe, që kemi qitë dhe kemi vepru dhe kemi punu. Tash dopsit e mi janë mrena së qasë e shikëm, që s'jam mjaft i mjaftushëm me organizu ashtu që kemi mundësi e duhet, unë tash vazhdimisht tentoj me e shpërnda përgjegjësinë tame edhe me hudhë të tjerë. Kështu edhe opozita sot. Ajo është interesuar tash të gjitha të lëshimet se na realisht qytetarët e kanë dëshkuar dhe kanë dënuar e në vitin 2021 opozitën. Edhe kanë pru vetë vendosjen. Domthonë opozitën qytetarët e kuptuan që ata nuk ishin të mjaftueshëm edhe ta për me qeveri shtetin e Kosovës në rrethona që ekzistojnë sot, duke shpresuar në propagandën e vetëvendosjes. Dhe në propagandën e vetëvendosjes që kam qenë edhe në antari kryesisë, njëri, dytë e tretë, që kem premtuar. Që kem premtuar na? Na se njohëm pavarësinë, na se njohëm flamurin, na se njohëm unmikun, na se njohëm pakën e atesarit. Na nuk e njohëm këtë gjitha këto, sepse këto janë çështje të cilat nuk janë në kundërshtim me kërkesën e qytetarëve të Kosovës. Populli tash edhe me një fjallë edhe shka ka qenë kryesorja ka qenë edhe kjo. Se nëse na e marrëm pushtetin, ne kemi shti njerëzit krejnë burg. Ne kemi dënuar njerëzit. Bile unë ka heru të që thesha s'kem tokë, sa burgu ku ka më ndërtuar. Kosova s'ka tokë mjaftueshme, sa Kapedomi ka më ndërtuar, sepse u e di Kapedomi në Serbi janë konë ka 150 hektere, ma shumë që kemi qenë burgjena. Ato janë konë edhe fabrika, janë konë edhe punuar, kemi punuar në për ato, edhe thesha, një burg i 20 e nëzën kreta të rafnalët e 20, një burg atje Dubrovë, do të bëhet Dubrovë, aty kënë për shumë kaferizoj atje, edhe atje do të bëhet një 100 hektar tokë, qa im kish parrok mu cikleti dhe e friga, se me ordhën e këtyne, mirë po këta, hej, ta leqe së ndërtuan, burgje, po këta, se nuk kryun as kuadrët mjaftueshëm, me shtin lëvizje organet të cilat e ruajnë drejtësinë, organ prokuroria i cili ndjek kesh përdoruesit, pastaj prokuroria për ndeshkimin edhe hapjen e hetimeve, pastaj ndeshkimin edhe dipse, të akoma keq edhe akoma vështirë, kur një kryeministër, kur një ministër, kur atë sope e thret prokuroria me thirrje se ki sa onzën, ata të thënë hajde shpejtëme. Ose kur një prokurori ose një gjykat ta çon thirrjen, edhe ti nuk shkon, ti duhet me pas shpaku e vetmja mundësi është ajo që nëse mjekët e konstatojnë se i smund edhe s'ke pas mundësi për me dalë në ditë sa onzë për shkak se i mirë me shëndet. Kush është ai njeri në Kosovë, ose një shtetës demokratike, që del mbi ligjin? Jo në zvetin sa ondë, atër ti e dalë mbi ligjin. Ati e ai që duhet me zbatua dhe me ndihmua prokurorin, duhet me ndihmua organet e tose, duhet me AKI-n, duhet me organet njerëzit, të cilët e ndjekun kriminalet edhe atë keq përdoruesit të cilët kanë për qëllim shkatrimin e funksionimit shtetit. Interesant dhe çfarë tha zoti Gjata, që teksa ishe në vetë vendosje kishe një gjysmë droje, si ndërtohen burgjet. Po normal. Se atë shumë ka nevojë që të mbushin ato me njerëz. Me njerëz. Shkeljes ligji, që shkeljes ligji. Përshirë politikanët. Politikanët e jo politikanët e ndërmarrit e firmat e krejtë. Kushdo që shkel ligjin, pa dallim. Edhe këtë droj kishe të por kur edhe vetë vendosja në pushtet. Jo, kur edhe vendosja në shpëtet, unë edhe kur e kuptova ato që ka për dënë, realisht, thash se na kemi pas një qëllim të i lutim të Ridvan. Na kemi thonë kështu, e kemi programin e statutin, ato nuk mundet me hiq kërkush, se kemi letrat të shtëpia. Se ne nuk do të bëhom parti politike kur. Dhe limpytja. Pse s'bojmë parti politike, se si njohim këto që ka ndonë në Kosovë. Se njohim atesarin në rëndëpor, se njohim marrëveshjen e Brukselit, se njohim marrëveshjen e Vienës, se njohim për shembull shpalljen e pavarësisë të Kosovës, se njohim kuvendin e Kosovës, se njohim për faktin kryeministrin, se njohim ligjet, sepse kemi thonë kështu, që
qeveria e Kosovës, dhe sa ishim në pozit, është, apo parti që janë në pushtet, janë vetëm sa mi mbulu punën, edhe mos me pas përgjegjësinë ndërkombëtare rreth qeverisë së Kosovës. Do më thonë, kryeministri i Kosovës, qeveria e Kosovës, që një farë forme edhe unë edhe sot mendoj që edhe qeveria e sotme e Kosovës është një qeveri, kuptimin e asaj që zguxon m'ia thonë qytetarëve të vërtetën, e vërteta që është e vërtet. Që është? Po, e vërteta që është e vërtet duhet mi tregu qytetarit se Kosova edhe ma tutje qeveriset nga pako e ahtisarit, qeveriset nga Euleksi, qeveriset edhe Kosovën e ruan natë. Po du me thoni që është shumë e më rëndësishme. Ke qeveri, në kry me ju Maqedoncin, edhe me ministrin e mbrojtjes, Po, këto Jasharin, po. Komandantin. Bashkim Jasharin. General Bashkim Jasharin, po. Duhet me thonë qytetarëve që na nuk mundemi me nxjerr ushtrinë e Kosovës jashtë kasarnes pa marrëveshjen e NATO. Edhe s'munën. S'ka shans mi lëviz maqinerinë edhe luftarët mi qit pa marrëveshjen e NATO. Krejt që ka mujnë me lëviz dhe me krejt, edhe ato me marrëveshje është kur vërshojnë, ose domthon katastrofat natyrore, atëherë ushtarët e qesin për mi ndihmu qytetarët, edhe mi ndihmu për mi shpëtu atë sa mund me shpëtu. Akia, letësojnë ka qka dërnë, akia nuk mundet me dalë edhe me fillu me vepru përveç asoj marrëveshje që e kanë me Uleksin. Uleksi është ata që e kontrollojnë gjendën. Kështu mendon? Jo që mendoj, po kështu është. Se du me ta marrë një shembull konkret. Gjermania është i ngjajshme me shtetin e Kosovës. Pe 45, dita Gjermania është një shtet, i cili po nën edhe vepron nën kontrollin e NATO-s, nën kontrollin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por Gjermania nuk mundet mi lëviz maqinerinë ushtarake pa pëlqimin e NATO-s dhe pa pëlqimin e amerikanëve. Nuk mundet as Italia se ka nënshkru kapitullimin edhe kanë marrëveshjen që ushtria edhe forca ushtarake edhe e shtetit italian është e cila duhet vazhdimisht me u koordinu me NATO. Njëjtën e ka edhe Japonia, e mos flasim për shtetë tjera. Do më thonë, asë një aeroplan ushtarak, asë një ndërmarrje ushtarake, nuk guxon me nxjerr prodhimin, armatimin aty në këto shtete që kanë humbë luftën e dytë botërore, pa marrëveshjen që e kanë marrëveshjen, se është një marrëveshje mbi të cilën NATO e kontrollon komplet shtetet të cilat e kanë fillu luftën e dytë botërore për pushtimin e botës, e kanë humbur luftën, prandaj kanë qenë me nënshkru kapitullimin. Në kapitullim shihen këto edhe janë paraparëm. Se unë jam profesorist të risë, këtë sa një di shumë mirë. Po. E mos flasim për Kosovën. Fati më i mirë i Kosovës është që kem NATO këtu. Na flasim për e çliruam verin e Kosovës. Pe ku ne çliruam verin e Kosovës. Kur në kufe atje, Brnjak atë, është NATO. Ti muj me thonë kështu, e qetësum situatën prej disa protestave të qytetarëve të popullit serb në pjesën e Kosovës. Sikur se për shembull Jugosllavia kur theke edhe Serbia. E qetësum, populli i Kosovës në demonstratat të nishit është me neve, ne arritëm me shu edhe me qu situatën, mirë po si vike, s'ke keni muj, 2 muj, 3 muj, dit, s'ka ndodhke përsëri me 11 mars për theshin demonstratat, edhe pastaj shihen para opinionit botëror që s'kan mund, as kanë pas mundësi me pushtu, as kanë mujt me qetësu, sepse populli është më i fuqishëm se forca dhe masa që i merr qeveria. Zotë Gjata, Kosova në pikpamje të brendshme, sa i përket politika socio-ekonomike, është në një trend të rënjes, dhe ky trend i rënjes po ka ndikim direkt tek buxheti i çdo familje. Produktet bazë të konsumit janë në çmime jashtëzakonisht të rritura, shumë. Jeta e çdo familje është rënduar, për thënë drejtën, ndërkohë të hyrat nuk janë ato që mbulojnë çmimet e rritura. Një familje
një person që kishte një pagë 500 euro para 4 vitesh, me këtë pagë nuk mund të blej njëtat produkte që kishte blerë para 5 vitesh. Tu i marë parasysh gjitha këto probleme. Shtrejtimin e jetës njerëzve, edhe faturat 3-4 fish më të larta të energjisë dhe një numër tjetër të problemeve ku e rëndojnë sot qytetarin e rëndom. Çdo të bënit ju si po të ishit sot kryetar partije në opozit. Çdo të bënit po të ishit ju ta zëm Memli Krasniqi, Bedri Hamza, Lumir Abdigjiku, Ramush Haradinaj, po ta kishit rolin e tyre derisa ishit në gjithë këto 4 vite në opozit pas. Si do të veproje? Në pozitë... A do të rije në kostum teshash në kollare, apo do të provoje të bëje protesta të... Tash më qite që atje që jem të punu diçka, po fuqia nuk jam mjaftueshme dhe është një krizë qytetare kështu morale, që qytetarët e Kosovës momentalisht nuk është fatkeqësia e në kuptimin e saj. Gjitha këto që përmendje për të sobe, këto të kalohen me një interesim edhe me një angazhim pak më serios të njerëzve ekspertëve të lamive ndryshme, normal, edhe të partive politike, edhe jo të partive politike, po për shembull për marrë për këtyre notë. E keqja më e madhe që ta është kjo, që publiku i Kosovës ka rënë moralisht. Aq ka rënë moralisht publiku i Kosovës. Sa që mo. E sheh, ka punojën edhe ti, për shembull, që ti këtë emision e ke dediktuar dhe e ke organizuar me një qëllim, me marrë një mendim timin edhe mi tregu qytetarët të Kosovës, për me mujt me i sharu disa probleme që pastaj ata me ditë me orientu edhe me këshyr me vepru, me dal nga kjo situatë dhe nga kjo krizë morale. Po, këgja vështirë kemi. A ka ma vështirë se nëse i thuaj një qytetari, ose një shokët tënë, ose kolegëve të mi, në shkuma që të se pe bojmë qitë qështje, po këshyri me e zgjidh problemin. Sa po këshyri me e zgjidh problemin e pensionerëve të Kosovës. Edhe një pyetja. Ti tash mundesh me mashtru dhe qytetarët mund me pyetje, çka bëdën? Po du me tregu se njerëzit që kanë punu në Kosovë, pe vitin 1990, me fakultete, doktorat e shkencëve, profesorët, inxhinierët, mjekët, administrata, policët, ushtria, krejt, të gjitha prej vitit 1990 e knej dhe në 2025, në tash jenë vitin 2026, asë njëni mund nuk ka mundësi me dalë penzion, me marë pensionin për vendimën sociale. Dhe linë pyetja pse? Pse? Se kërkush nuk i ka 15 vjetë punë, prej vitin 1990, e knenas nuk numrohet përvoj punë. Dhe më thonë? Do të duhet të numrohet, sikur që është numruar për mësimdhënësit, të zëmë. Po duhet, edhe për kategoritë e tjera, po duhet mund numruar, pa dashja ata. Pa do të mund dhirë ligji. Sakt. E dyta, po. E kemi probleme tjetër. Është mbulue, edhe është mashtru qytetari se u rrëtën rrogat, ose shtesat e fëmijëve, ose 30 ja u bojnë 150 erëve aty. Këto nuk janë rritje. As nuk janë rritje të pensionit, as shtesa fëmijës, të janë rritje, sepse nuk kanë kaluar në kuvend. Nuk ka rritje pa nxirë ligji për rritjen e pagës, rritjen e shtesa fëmijënore. Këto janë para të nxirë nga arka e shtetit, edhe që i kanë shpërnda në aspektin human, domethënë si ndihmë sociale përkohshme. Domethënë me nxirë nga kriza, na i kanë dhënë për shembull 100 euro. Kjo nuk ka rritje. Kjo është nuk kanë dhënë 100 euro, në kuptimin e saj më shumë në kuptimin e ndihmës sociale, për me kaluar një muaj ditë, për me mujt me nxirr, sepse jemi ballafaqur. Edhe për përfituar vota. Tash, po dalim më do. Është tjetër problemi. Është e pamundshme që kjo qeveri, nëse formohet, që realisht tendencat janë mos mu formuar, sepse dyshimi më i madh je që e pengojnë opozita. Po këta që të interesuar me zgjidh problemin, sepse Albin Kurti ka edhe vetëvendosja ka votat e mjaftueshme për me kriju qeverinë. Po asaj nuk është interesuar me kriju qeverinë, pa e marrë një opozitë dikon me shtim rana,
që me nda përgjegjësinë. Pra, Albin Kurti, që do 4 vjetë shkuara, edhe këto zgjedhje, ajo është interesuar me mujt me nda përgjegjësinë, por e ka një frikë të llojit vetë. Ajo frikë e llojit vetë është kjo. Nëse bën koalicion me një opozit, për shembull, unë me konë opozit, Albini e di shumë mirë. Nëse bën koalicion me mua, ai nuk mundet me imbulue mashtrimet që e mashtron deputetet e vetëvendosjes. Se s'pranojë ne. Opozita që lidh koalicion, ajo normal, kur e merr përgjegjësinë dhe don me hy me ty, normal që don ta shprehë mendimin e vet, ka dalë se që të smuj më shku më anë. Këtë qyshin të punu letë është. Nuk po është që zoti Kurti po dëshiron gjithçysh ta formoj qeveri. Nuk është i kënaqur që ta bëj këtë. Po unë nuk muna me e kuptu ndrysh. 51% i ka pas votat, kur kënë shkurt? A kënë shkurt, po. 42%, po. 22%. Kishtet mjaftu shumë njerëz për me kriju qeverinë. Edhe menzis prit ke për dykyja, edhe menzis ka prit Ledykyja, edhe menzis ka prit Fatmir Lima, po edhe Ramos Haradini. Këta janë deklaruar që s'jemi, po është e pamundshme. Se ata vetë kanë konkuruar dhe mirë po kanë dashur një farë marrëveshje. E tash marrëveshja e vetëvendosjes me një parti politike është marrëveshje që mo vetëvendosja nuk është aje që ka qenë, edhe s'ka me qenë kur si të jenë marrëveshje me një parti politike, përqindja ose autoriteti i vetëvendosjes para qytetarëve ka me rol një 40%, 30%. Automatikisht. Se me ka lidha e tash marrëveshje. Me Bedykën s'kalon pa fyje, edhe ata kanë fyje. Me Ledykyën kanë fyje njën i tjetrin. Edhe tash mujnë tash me qenë shok, ta mund të mirë fillt, ashtë që duhet më ullë me pi kafe, me bisedu edhe me bo projekte analizat për bashka. Me Ramos Haradini njën shkua në skajshmeresht, me Fatmir Limin njën shkua skajshmeresht. Dhe më thonë, Fatmir Lima, Ramos Haradini, janë njerëz që e kanë ndihmu ma shumë të vetëvendosin Albin Kurtit, edhe din të ato protestat e 28 nëntore që kanë ndodhur. Si ka mundësi tash njëjtit mu prish në me vetit, njëjtit mu ndresh, njëjtit mu prish. Dhe më thonë, këto është një problem shumë i madh, që opozita s'pet den me tregu se e den. Po unë tash po flas në emën qytetarisë dhe po duhem mi sqaru këtë problem. Edhe pse nuk jam krejtësisht me anat, jenë me kuptu shanë. E pam një rezultat të dobët të opozitës në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ne shohim zotin Dadan Mulliqaj, kryetarin e PSD-s që është aktivizuar. Shihet prezent në studio televizive. Po, është aktiv. Me paralajmërimin që kur do që mbahen zgjedhjet, nëse mbahen, ai do të jetë pjesë e garës për zgjedhje. Ç'po bëni ju, zoti Gjata? Ju keni qenë opozit tërë kohën, realisht. Nga vitet 80-ta, 90-ta, keni bashkëtuar me zotin Kurti duke qenë opozit dhe ndatë rrugat kur Kurti mori drejtimin tjetër. Tani, a mundësh me na tregu neve dhe shikuesve që kjo situatë po të shtrëngon edhe ty që të mos dorëzohesh për të kriju, për të lindi iniciativë tjetër? Faleminderit se që shpeshoni paske kuptu diçka kështë në teren, edhe paske ka përshpëri diçka. Po politikisht situata tjera që nëse për dëkën edhe kë akë... Po shumë e vërtet i ka një 2 muaj ditë kështë me radhë, që jemi fillu dhe jemi angazhuar në marrjen edhe krimin e një iniciative qytetare. Kjo iniciativë qytetare ka për qëllim informimin e qytetarëve e veçanërisht informimin e kuadrave të cilët, apo e njerëzve, që edhe që kemi ta bërë, që edhe këmë do të them, e njerëzve të cilët e kanë ndërtuar Kosovën, jo vetëm këta pej vitit 90 e këndej, ose pej sistemit kur u bon si aty, po edhe njerëzit e mahershëm. Që unë për njerëzit e mahershëm, tash aty një kërkoj falje në kuptimi kështu publik, edhe njerë për ju drejtohëm aty në njerëzit të cilët e kanë kriju krahinën si krahinë, vitet 70-ta.
Unë e ku mendoj që këta njerëz janë kryesisht njerëz në shërbim plotësisht 100% pushtetit Serbisë, edhe pasi na punojshim protesta dhe kundërshtojshim e ushtyshim me ta, ka menduar në kuptimin e asaj se këta janë shërtor të Serbisë, edhe kërkoj falje, shpesh heri ku më qoj se janë spionat pushtetit Serbisë. Por tash, prej vitit 90, po veçanërisht, prej vitit 2000, kur besoj që Serbia s'ka kur fashuqie këtu më në Kosovë, edhe nesë po jenë zot me e organizu dhe me funksionu shteti i Kosovës, atëherë po mdel që edhe ata njerëz që kanë kriju krahinën, kushtetutën, kuvendin, fakultetet, pastaj organet gatit një krahinë autonome, jo sa republikat, pas kanë qenë burat mirë edhe pas kanë dasht që ky populli shqiptar me dalë për errësirës intelektuale, për errësirës ekonomike, politike dhe krejt, edhe ka funksionuar krahina në formë tepër mënyrë racionale. Nëse bëjmë krahasimin me këto që ka jem sot. Sot kush na pengon si më zot na shamë mu marrë vesh edhe me ndërtu institucionet. Nuk mujë me marrë vesh me thonë që prokuria është prokuria e shtetit Kosovës, ajo është prokurori pe djemve tonë, pe burrat tonë, të cilët jemi të sigurt që ata çka të punojnë e veprojnë për të mirën e Kosovës. Partia politike, se pushteti është në pushtet. Tash na nuk kemi më të sigurt në kuptimin e saj edhe mos më marrë me këtë punë, sepse po tregojnë edhe na kanë binë se nuk jemi të zot për me kriju shtetin, po luftën e madhe kemi në luftën mes veti. Tash, unë edhe me juve këtu, po edhe me qytetarët e krejt. Nëse akuzojmë opozitën si hajna që s'muj me thonë që s'janë, apëtër edhe ata opozita janë vllazër edhe janë nga vllazër me opozitën që kemi në pushtet. A ka mundësi një grup njerëz e kënej hajna e kë grup i kënej je hajna. Ose a ka mundësi kë grup s'di kur gjë heq, krejt, si e këta e na dim krejt. S'ka mundësi, sepse edhe mu më vonë pak mundësia, po dhe me po dhe pare që dhe mundësi vëllaj nuk e kam bash letë. Lakmi arson mendja të njerëzve. Po, se di, ndoshta, mu mendej që jo, po ka herë pesho kur i kam 200 euro në gjep 300-500, po eci pak ma me kry lartë, pak ma i fuqishëm me kështu. Pra, nuk dojmë fort krejtësisht veç akuza ndaj njëri tjetrit. Ose si s'kom bo unë kur kom qenë i ri. Do të qoj mes gishtat dhe gjona të mira, thu. Po normal. Unë kom pas që për shembull tash opozita me gjetë senes të mira me fol për opozitën dhe opozita me gjetë gjëra të mira që kanë punuar domethënë qeveritë e mëparshme. Po flas idealist, por politika sot nuk përfasohet nga një platformë idealizmit. Po ndëgjoj, qeveria edhe ato të mëparshmet edhe kjo qeveria sotme. Nuk kanë çare pa akuzuar opozitën, edhe pse se s'kanë çka tregojnë që jenë të punu. Pra, akuzat, fyrit edhe sharet jenë mboles për paftësit edhe për punën që e ku marrë për me krye. Dhe kjo, po na çon drejt një nevoje që skenës politike të shtohet edhe një alternativ, 2-3 edhe i ftej qytetarët. Pasi se gjithë këto vite u dëshmu që edhe rezultatet zgjedhjeve që kjo opozitë deri tashme nuk po i bën karshillëk si duhet zotit Kurti, një partije që fitoj mbi 50%. Shumë bukur. Po dhe është ona tjetër, zoti Kurti u met në kuptimin e asaj që veç ajo bëjnë politikën. E bënin në reklama, e bënin propagandë gjatë fushatës. Unë se di asnjëri kush ka qenë deputet. Se i qitin publik jam msheli. I mbolej, apo dente, sigur ato si kallëgjergat. Këta më siksoni këta. Se këta s'din kur që e këmë qitë në për deputet. Por unë me pakon që ashtu unë e kësha dole kësha shky, me pakon kandidat i vetë vendosis. Me ta po? Mu ma qitë me mluve. Muë, si kandidat. E ku dalën e të qytetar me alu votën? Këtë më thënë? I poshtroj, thu. I poshtroj. Ata e kanë pashtru vetën. Se kësha thonë tërheqe me herë që shkumë thonë, edhe shkumë najtë korë. Vajtë me shkumë thonë tërheqe se duhe me pranue gjërat. Në shtrimin, jo, nuk e këni pranue. Unë e di shumë mirë, që se ata s'din kur gjë.
Pas Albini s'mundet as dhe kërgjë, për Albini nuk e di sa den, se kemi punu më bashkë. Unë nuk daloj shumë për te tash këtë moment, as të nga unë. Disa specifika, veni punës, angazhimi jetë si gazetar. Rolet të ndryshme, po. Angazhimi jetë si gazetar, i ballafaqu me loj që është analisa që të jam, herja që lojmë, herësja që lojmë, por tash e den të mi dalu cilë e ka ma mirë, cilë e ka ma këtë. Në politik, ju i një marë me jetë publike me idealizëm. Po. Me idealizëm. Po. Po pate idealizëm nuk vrapon pas lakmisë. Ja, është zarë me. Idealizmi dhe lakmia janë këtja larë pas parave nuk shkojnë. Nuk shkojnë. Dhe ju sot shini që Kosova ka nevojë edhe për këtë iniciativën tuaj që thatë se po punoni që të linë kjo iniciativë politike. Kur e keni menduar? Bukën mund e kemi menduar me kriju një opozit mirë felt, edhe ajo opozit ka menduar që do tjetë opozit e mirë sa ardhën për të dy palët, mirë për tash në teren që për takohëm edhe me opozitën, edhe me njerës të pozitës janë, kështu që i mështetësit e pozitës, abeden dhe kanë fillua da më në marë pak me shansë shqetsumë, edhe shka përdojnë jo që asë përdojnë jo, na kur që s'përdojnë, na përdojnë me dalë, me kalëtu edhe me tregu. Unë e mu i me thonë tash, ma e qka është e ermenën që shme për iniciativën tonë qytetare, që dhe tjetë parti politike, është me ka përcy pragën, edhe që të fjallone, me uquë, me qenë prezent në kuvend, parlament, edhe me thonë, aty ku duhet me thonë, aty ku kam mundësi me thonë, aty qka duhet me thonë. Edhe me një fjallë, në një farforme, me thonë, ty në mashtrime, deklarata publike që bëhen, edhe që gjërat fshihen diçka folje tjetërse edhe diçka opinion të jepet tjetërse, me thonë, jo, që kjo është qështu. Për shembull, me konë unë në pushtet, kur i thonë qytetarëve, hej, se Kosova edhe ka dalë, jemi edhe matutje në qeverisin ndërkombëtare, dhe prandaj kemi për obligim qytetarë që të koordinojmë punën me miqtanë, me ahtisarin. Por nëse se pranojmë ahtisarin, as mujmë me pranua shtetin e Kosovës, se shteti i Kosovës është mbi ahtisarin, 1244. E dyta, s'ka mundësi me thonë problem armatim. Blejmë armatim, mbulihet armatimi edhe vjen deri tek deklaratat publike që qytetarët realisht po mendojnë që bëhet. Vetë deklaratat që na blejtëm drona, blejtëm armatim, qëtë armatim, pe një Turqie ose pe një firmë ushtarake në Gjermani, se ku da diju në qka, ajo deklarat false, mashtreuse. Nuk bëhet kjo në Po publikë. nuk bën, hej, armatimi kur ta din miku, edhe kur ta din anë miku, a i s'dyjnë kërgjë. Po du me lidh një fjallë popullet, apo plejve. Ata din gruja pushkën, po vëlla, hiq e bre, se s'dyjnë kërgjë. Në më thonë, edhe gruja s'bën me ta dit armatimin, për shamë. Gruja ju Maqedoncit nuk bën me dit qka është jupi të bon kasarne edhe qka është të bo për shamë në qeshtën ushtarake. Kjo pak ofendim o për gratë, tjetër gjohë që... Jo, nëse është meritora, ati mere kape edhe shtenin atje që të në dheqe. Nuk përdu mi i fyë gratë, për dhe gratë vetë më thujnë. Mu gruja jam e më the shpesher, o t'jo burë jam, a bëdëndi. Heqe që atë revolë, bëdënu se që ato se linë pyetja se për ta dim na që i kia edhe së është mirë me pas veç në nxirë të lashë. Po, kjo nuk është ofendim, kjo është një shembull konkret. Unë e di që i shpequj që të armatimin që kanë marrë ta, po nashta është tepër në qmuës. Nuk bën me dalë për të bëhë ekspozita, drama, për të tregu se çka blim, si blim. Po se thetë kërkush. Për shembull, nëse një qeveri dënë me qenë me bo diplomacie politikë, ajo thetë, ne jemi të interesuar, jo me forcu çështën ushtarake, jo me forcu armatimin, jo me bo këto, po jemi për zgjidhjen e probleme me dialog, jemi zgjidhjen e probleme me marrëveshje. Jo problem armatim, linë pyetja, ti tash po tregon që vetë s'kam fuqi se une sot më konë e fuqi me shteti fuqishëm, muna dhe me fillo luftën. Po ti forcohu sa dush, po no, vepro, blej. Po nga
Edhe blen edhe s'mundesh me e muaj sekret, sepse zbuluan gjëra. Cilat të pamençura po ishe? Unë e sipas mendimit tim po. Zonja Osmani po shfaq ambicjen për të bërë sërish presidente. Ka filluar një fushat në rrjetet sociale, Facebook e kudo që është duke çu mesazhin pse është e rëndësishme për Kosovën që ajo të zgjidhet dhe njëherë në mandatin e dytë. Por duket që kjo çështja e rinumërimit votave, zvarritje mund ta çojnë Kosovën dhe në një afat që mund të kaloj ato të parashikuar me kushtetutë. Pas deri me 4 prill Kosova duhet të ketë të zgjidhur këtë çështjen e presidentit. Dhe si ishin në zonën Osmani fillimisht? Zonja Osmani, ai duhet Kosovës zonja Osmani. Zonja Osmani po tregoj kështu drejt. A është idealiste për ju zonja Osmani? Zonja Osmani ka dhënë dhona se ka vepruar edhe për neve, për mua është që më ka ofruar shumë me pas një koncept timin personal si zonja Osmani. Si duket, ai tash kohën e fundit e ka kuptuar që nuk pas ka qenë bashkë në raportet mira me Kurtin e me kryeministin. Dhe e ka pa që shumë herë disa vendimi që i ka marrë, disa qëndrimi që i ka marrë rreth zgjedhje për zgjedhjen, për Kurtin, për këtë gjona dhe çdo çështje që pas ka gabuar, sepse zonja Osmani nga amerikanët e nga shtetet fuqi demokratike të Evropës, rregullisht ata i kanë kërkuar shumë sene të cilat nuk duhet mu pajtu plotësisht me qëndrimin e kryeministit. Pa e shumë herë edhe pse ju ka premtuar aty sipas mendimit tim, kur ka ardhur në Beograd në Vjenë ka folë ndryshe, në Bonn ndryshe, në Washington ndryshe, kur ardhur pe 12 aeroplan pe Amerikës dhe sa kam rritë, si duket ka ardhur ftofë edhe vetëndi ka dash me majt një baraspes me ata pak mirë, me këto mirë, për mos me ardhur deri te një acarim këty në çështje. Po si duket e ka. Si cilësoni ju zonën Osmani? Zonja Osmani, për shembull, unë kam cilësuar mirë sa ka qenë me Fatmir Sediun, sa ka qenë si asistente Fatmir Sediut, edhe sa ka qenë me deklaratat publike që i ka bën kuvendet dhe këto çështje. Mirë po, sipas qëndrimit tim ose mendimit tim, zonja Osmani ka luajt një lojë pak tepër të rrezikshme. Është ranë kundërshtim me Fatmir Sediun, që Fatmir Sediu e ka afruar, ka bë asistente, e ka bë anëtare të kryesisë së vendosjes. LDK e bëri edhe kandidate për kryeminist. Shumë bukur. Pastaj kjo ja kthei Fatmirit në farforme edhe u afru me isën, edhe deri te e caktuar si kandidate e LDK-s për kryeministët të Kosovës. Po si duket askja nuk i mjaftoi shumë. Edhe filloi tash me tentuar sipas mendimit tim lufta e brendshme në mes Isa Mustafës dhe Vjosës. Atëherë këto e çaj drejt afrimit me vetëvendosjen edhe Albin Kurtin, që ishte shumë mbështatje Albin Kurtit dhe realisht Vjosa Osmani pastaj e ndohu, saqë ndarja e Vjosa Osmanit, ndarja e Xhadasit, ndarja kuadër të LDK-s e kanë dobësuar dhe kanë ndërmuar mrena për mrena LDK-n që LDK-ja se nuk e ka lehtë ta merr veten edhe del pe një situatë në cilën nxjinet. Lumir Abdixhiku që 4 vite kryetar. Ai duhet LDK-s më tutje sipas jush, zoti Abdixhiku. Po ai unë e them kështu në kuptimin e saj sipas mendimit tim mas pari është bën një gabim shumë i madh që ka marrë LDK-ja Lumir Abdixhikun edhe ka qitë si lider partit politik. Sepse Lumir Abdixhiku ka qenë shumë i afërt me Vjosa Osmanin. Tash, s'po them që Lumir Abdixhiku ka punuar për vetëvendosjen, po them për diçka tjetër që vetë deklarata veprimit dhe puna që ka bën kuadër të LDK-s. Lumir Abdixhiku ka bërë që pjesa dërmuese 70% e udhëheqësve të LDK-s të jenë skeptik në punën dhe deklarata që i ka bërë Lumir Abdixhiku.
Me një farë forme, unë mendoj të njëjta në gjë ka ndodhur me këtë kicën. Xhelilin, po. VV-ja, Xhelili e kica, po. VV-ja në luftë me Ludikën. Kur luftojnë me një anëmik, ta mund të përbetuam. Tash, njerëzit që kishin pozita të mjaftueshme në vetëvendosje, siç ishte Lumir Abdigjiku, ministër i financave, edhe siç ishte Infrastrukturës, ka qenë. infrastrukturës, po, në rregull, që domethënë infrastruktura është resursi më i rëndësishëm që parat që atje shkojnë, edhe ke Xhelili Kica, që ishte njën prej atyne që ka sulmuar, prokurorini ka sulmuar, gjykatari ka sulmuar, kur pa nal, njëjtën kohë u largu peja vetëvendosjes, kur e pa që nuk po shkej ka puna sipas qëndrimit Venecias, edhe pa që s'mujnë me bë ato gjona, qysh ata kanë menuar vetë në mënyrë fushate, dole edhe ka lejt të Lumir Abdigjiku, dhe tash unë po flas për njerëz që ndrrimit ta pi kafe ka herë, ata vazhdimisht kanë qenë pak si të ftofun, si skeptik, si të rezervuar ndaj Lumir Abdigjikut, ndaj Xhelili Kicas, edhe njerëzve që i ka pru kjo, që i ka pas kjo shembull, që i ka caktuar si kandidat në për komuna, për shembull. Agim Veliu ka qenë njeri shumë i fuqishëm në Lap. Agim Veliu nuk është dash Ludikëja me këshirë me hijek, se është prej ditëve të para dhe në Lap ka mujt veç Agim Veliu me i bobal vetëvendosje, ti s'kan mujt me i bobal. Si e kalfu Agim Veliu, këta tash, për shembull, s'mund të minal krukës. E fundit fare, zotë Gjata, ju po shihni që Kosova mund bëj sërish zgjedhje të jashtëzakonshme, nëse nuk zgjidhet presidenti sipas afatit kushtetues, edhe nga një dëshirë jo e fortë e vetë zotit Kurti që ti formoj shpejt e shpejt institucionet, për shkak të detyrimeve që ka marrë në Bruksel, në Ohër, edhe probleme natyrisht të brendshme. Ridvan, ma që më dollë të në mision para qytetarëve, po da me fol pak ma shumë, po tash ma që vesh sa që jem të iniciative, nuk më ka hije shumë ke punë më marrë me këtë çështje. Edhe njerë bë thonë, Albin Kurti, gabimin ma trashanik, ose s'pa thëmë Albini, po vetëvendosja, gabimin ma trashanik e ka bo që penjën së nishit, që nuk krijoj koalicion me një pjesë të opozitës për ndarjen e përgjegjësisë, sepse koalicioni me partinë tjetër, që është kundërshtar i yti, ai nuk shikohet që është kundërshtar i domthon, po është si këshilltar për mes me të lejuar me bu gabime. Për shembull, unë nesër dal edhe zgjidhna kryeminist. Dhe normal duhen 110 deputet. Apo normal duhet për shembull 5 ministra. Unë nuk mujë mi përcjell 5 ministra. Po tash, ministrat që fillojnë me keq përdor, ata e kanë rrethin e vetë dhe e fshehin problemet për mes e kryeministër. Po me pas koalicion, me partinë që është në opozit, ata me punën edhe kundërshtimin të, atëherë realisht e zbërthejnë edhe nxirin që përfaqen të këqijat për të cilat, si thuhet në popull, ta pinë dohonin tinza. Pra edhe njerë, unë me ty kësaj këtu, jemi misht, ma ata afër qeverisë. Ata që e dojnë për shtetin, ata që e dojnë qeverinë në shteti, ata nga ja japin votën, ja krijojnë mundësinë me kriju për shtetin. I krijoj qeverinë. Mon nuk je nevojë me mbështet, ti duhet m'ja kriju punë. Sepse ja ke dhënë policinë, ja ke dhënë ekonominë, ja ke dhënë parën, ja ke dhënë mundësinë me zgjedh ai njerëz e vet. Ti tash e ke për obligim i nai si kujdestar çdo gabim që e sheh. Për shembull unë e shoh në Prishtinë gabim, as jam jetoj në Prishtinë. Që po punoj diçka në kesh në komunë, që po punoj diçka krejt në ushtri ose në Ministri të Arsimit e krejt, unë duhet me shku edhe me njoftu qeverinë dhe me njoftu ministrin e asaj se gjonat jenë të shku keq. Pra, po kërkoni vetdije qytetare, emancipim. Shumë bukur. Emancipimi i qytetarëve është që ndrohet partia ose qeveria si ka kry detyrat, që si ka premtu, sjellën në pushtet një qeveri tjetër, i tregon qeverisë që shkoj
se të rëdzojmë kur dojmë, i tregon kësaj që vjen, që edhe ty ta bojmë nëse s'punon, që s'punon këta. Çështu mund me gjetë, po. Prandaj, urnane që mundësin ta dham, po nesër ta morëm. Po. Kjo demokracia është. Jo, demokracia për që ta ka fitu. Po. Hajnia s'nalet, pa konë qështu. Për shembull, qëta qeveria, bëhet për qeveria për Albin Kurtit. Edhe zgjidhen ministrat. Nëse ministrat mendojnë që s'ka kush i rrezon për 4 vjet, ata veç për veti këshyrin. Po nëse ministrat edhe njerëzit e qeverisë e din që valla s'ka mundësi me shku 1 vjet e gjysmë 2 vjet, edhe mundet mu përmbys qeveria, ata fillojnë me punu që duhet, nga frika se vinë edhe vjen të përmbysja. Pra, unë të kom kundërshtar, unë ty nuk du, po ta dhuroj. Pra, as ti mos duhet me mdasht, po me adhuron nëse thëmë diçka të mëshme. Ne, për punën e mirë, për qeverisën e mirë, për liderin, duhet me adhurua, jo me dasht. Se, na s'muj me dasht ma shumë se që na dënë nona e vetë e familje e vetë. Po na duhet me e adhurua. Adhetarin, luftarin, udhëhecin, diplomatin, politikanin, edhe shkencëtarët e ata të cilët i realizojnë qëllimet. Një njeri meqen për shembull në konë Kosovë, për marrë shembull, si shembull konkret, me dalë në Kosovë dikush me prodhu, si ky Rifat Gjota që e vdekja atëherë me prodhu elektromotorin. Një njeri e nxjerr nga kriza një popull për 2 milion, 3 milion njerëz. Me prodhimin e një kompjuteri dhe që pastaj fillon serik. Po. Ç'është? Unë duhet me të falendëru për kohën. Faleminderit. Në këtë emision, në një moment tjetër, besoj se më mban të informuar, nëse mundesh, për iniciativen politike, kur do ta bëni, si do të bëni, kush është struktura. Besoj, mas një javë ditë edhe ditë e regjistrojmë edhe tani e dalim publik. Jo mirëpres edhe për të detajet rreth kësaj iniciative, vetëm lajmin e dha se do të bëhet kjo iniciativë. Detajet tjera do t'i diskutojmë pashtu në një emision të radhës. Edhe unë e kom për obligim që 2 emisione këtu që kom marrë, nuk ka kriju mundësia dhe hapësira ta thëmë mendimin e tim. Me shumë merit. Po e ta thëmë mendimin tim të lehtë shumë. Që edhe gazetari, kur e thret një bashkëpunëtor ose një veprimtar, kur ja krijon pak hapësirin edhe e pret me atë kështu me mirësi, me kënaqësi, me pritje të mira, me çish, është i krijon mundësinë pak atij me ndi veten ma lehtë edhe me krijon sepse nuk është bash lehtë me dalë para opinionit dhe para qytetarëve të thuash mendimin tënd. Faleminderit shumë. Lutem, faleminderit që ishe edhe njerë në këtë emision të radhës, të mirëpresim edhe në tjera emisione ju bashkë aktivistët që jeni duke të marrë çdo lloj përpjekje për të lindë kjo iniciativë politike. Ju dhe sikundër dhe të tjerët. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit. Lutem, faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.